malet përqafojnë detin dhe era sjell aromën e ullinjve të vjetër. Atë ditë gjithçka dukej perfekte. Ishte dita e dasmës së Erlisit dhe Lorës, një dasmë që kishte bërë bujë në gjithë zonën. Jo sepse ishin të pasur, por sepse familja e djalit, veçanërisht nëna e tij, Zyhraja, njihej si grua e ndershme, punëtore dhe me zemër të madhe. Zyhraja e kishte rritur Erlisin e saj me shumë mundime. Burri i kishte vdekur i ri, dhe ajo kishte bërë të pamundurën që djali të mos ndjente mungesën e një babai. Kishte punuar në tokë, kishte mbajtur bagët e tij, kishte punuar edhe në shtëpitë e të tjerëve, por kur nuk ishte ankuar. Djali im do të ketë një jetë më të mirë, thoshte gjithmonë, me duart e qara nga puna dhe fytyrën e djegur nga dielli. Erlisi, 28 vjeç, ishte një djalë i qetë, me sy të butë dhe zemër të mirë. Kishte mbaruar shkollën e mesme dhe punonte në një servis makinash në qytet. Lora, nga ana tjetër, vinte nga një familje më e pasur, nga qyteti i Vlorës. Ajo ishte e bukur, e re, me flokë të gjatë kafe dhe me një sjellje që herë të tërhiqte, e herë të ftohte deri në palc. Ishte mësuar të merrte gjithçka që donte. Kur u njohën, dashuria e tyre ishte e shpejtë, e zjarrt, e verbër. Lora e pëlqeu thjeshtësinë e Erlisit, mënyrën si ai e shikonte, si e dëgjonte. Por ajo nuk e kuptoi kurrë plotësisht se në çfarë bote po hynte. Ajo vinte nga një apartament i rehatshëm në qytet, ndërsa tani do të shkonte të jetonte në një shtëpi të madhe fshati, me një obor plot me gjela që këndonin në mëngjes dhe me një vjehër që se njihte fare. Në mëngjesin e dasmës, shtëpia e Zyhrës gumzhinte nga zëri i grave, të qeshurat dhe përgatitjet. Tavolinat ishin plot, kazanët me mish zjenin, burrat rinin në obor duke pirë raki, ndërsa gratë përgatisnin piten dhe byrekun me gjalp. Zyhra vraponte nga njëra anë në tjetrën, me një shall të bardhë në kokë dhe një buzëqeshje që si ikte nga fytyra. Nën, mos lodh kaq shumë, gjithçka është gati, i tha një kushërir. Jo, bi, kjo është dita e djalit tim. Sot dua që çdo gjë të jetë e përsosur. U përgjigj ajo me zërin e saj të butë, që dukej sikur mbante brenda dhe mallin e shumë viteve. Në qytet, ndërkohë, Lora po vishej. Dhoma e saj ishte plot me mikesha që qeshnin, pinin shampanjë dhe jepnin komplimente. Do jesh nuse për të marrë shembull, i tha njëra. Shpresoj të mos më çmend ndonjë punë fshati ajo vjehra që se kam parë ende. U shpreh Lora me një buzëqeshje tallëse. Njëra prej vajzave e pa me habi. Mos e thuaj ashtu, Lora, të paktën sot është dita jote. Po mirë, tha ajo. Por unë se di si do jetoj atje. Një grua që s'ka parë qytet në jetën e saj. Me mua që jam mësuar me parfum Chanel, do bëhemi bashkë. Se besoj. Asnjë nga mikeshat nuk foli. Kishte diçka në zërin e Lorës që tregonte përbuzje. Një lloj arrogance që ndonjëherë bënte edhe më të ftohtë. Në orën 12, makina e zbukuruar me fjongo mbërriti në shtëpinë e djalit. Muzika shpërtheu, krushit filluan të kërcenin, e të qeshurat u përzien me duartrokitje. Erlisi e mori nusen e tij për dorë dhe e futi brenda, mes luleve dhe duartrokitjeve. Kur Lora hyri në obor, Zyhra e priti me bukë krip, siç e do zakoni. Mirë se erdhe, bija ime, tha ajo me një buzëqeshje të ngrohtë. Lora, e lodhur dhe irrituar nga nxehtësia, ngriti syt dhe tha me një zë që dëgjuan të gjithë, e po, më në fund. Shtëpi e bukur, po si do të jetoj unë këtu, me gjithë këtë pluhur? Një heshtje ra mbi obor. Muzika u ndal për një sekond. Fjalët e saj ran si thik në zemrën e Zyhrës. Por ajo nuk tha asgjë. Vetëm uli syt dhe buzëqeshi sërish, me atë buzëqeshje që mbulonte çdo lloj dhimbjeje. Do mësohesh, bija ime, tha qetë. Kur hyjmë në një shtëpi të re, duhet i mësojmë zakonet e saj. Jo t'i ndreqim me një herë. Lora ktheu kokën me përbuzje dhe hyri brenda, pa i dhënë as dorë. Një nga të afërmet e djalit u ngrit e tha me zë të ulët. Kjo nuk është nuse, kjo është furtunë që po vjen. Por Zyhra nuk tha asnjë fjalë. Nuk deshi të prishte ditën e dasmës së të birit. Brenda saj, diçka u thye lehtë, por nuk ra. Ishte mësuar me dhimbje, me përbuzje, me mungesë respekti. Ajo e dinte që koha është më e fortë se çdo fjalë e keqe. Në darkë, gjatë festës, Lora u tregua edhe më e ftohtë. Refuzoi të kërcente vallën tradicionale me gratë e fshatit. Refuzoi të ulej pranë vjerrës, madje dhe kur ajo i solli një gotë ujë, i tha: "Jo, faleminderit, s'jam mësuar të pi ujë nga gotat e aluminit." Gratë përreth u pan me njëra tjetrën. Disa nisën të pëshpëritnin, por Zyhra sërish heshti. Vetëm vështroi djalin e saj, i cili dukej sikur mezi e mbante buzëqeshjen. Në fund të mbrëmjes, kur të gjithë po largoheshin, Lora shkoi në dhomën që i kishin përgatitur. Ishte një dhomë e thjeshtë, me një shtrat të madh druri, me një qilim të thurur me dorë dhe një ikon të vjetër në mur Zot i madh. Tha ajo me neveri: "Kjo është dhomë gjyshërish, jo për mua." Erlisi u përpoq të qeshte lehtë.
E di, dashuri. Nesër mund të ndryshojmë diçka, por sot, thjesht ta mbyllim me paqe, të paktën për nënën. Për nënën, po për mua kush mendon, ja ktheu ajo ashpër. Ti më solle këtu, në një shtëpi pa ajër, pa dritë, me një grua që më sheh sikur jam ndonjë pushtuese. Mos e thuaj ashtu. Ajo është nën, ajo më rriti vetëm, e meriton respekt. Respekt. Do të më thuash të respektoj një grua që s'di ç'është manikyr apo parfum. Mos u bëj qesharak, Erlis. Fjalët i ran rënd. Ai se njihte këtë anë të saj. Lora duke gjithmonë e ëmbël, e dashur, por tani në shtëpinë e tij kishte ndryshuar krejt. Ndërkohë Zyhra në kuzhinë po fshinte tryezën. Kishte mbetur vetëm. Të gjithë ishin lodhur e ishin shtrirë. U ul një çast, vështroi duart dhe pshërtiu. Zot, më jep durim, tha me zë të ulët. Për djalin tim, unë do të duroj gjithçka. Nuk e dinte se ato fjalë do t'i duhej t'i përsëriste shumë herë, sepse ajo dasmë që duhej të ishte fillimi një jete të re. Në të vërtet do të bëhej fillimi një betejë të gjatë, të heshtur, mes një vjere që dinte çfarë është sakrifica, dhe një nuseje që s'dinte çfarë do të thoshte mirënjohje. Por Zyra se dinte ende që në ditët që do vinin, ajo do të bëhej jo vetëm dëshmitare e përbuzjes së Lorës, por edhe një sekreti që do t'i trondiste të gjithë. Pas dasmës, Lora filloi të mësonte rutinën e shtëpisë, por çdo gjë që bënte, dukej se nuk ishte e drejtë. Çdo pjatë, çdo tavolinë, çdo cep i shtëpisë ishte nën syrit kritik të saj. Ajo nuk kuptonte zakonet e fshatit, dhe zakonet e fshatit nuk kuptonin arrogancën e qytetit. Zyhra, si gjithmonë, nuk reagonte menjëherë. Shikonte Lorën me durim, duke pritur që ndoshta ajo do të ndryshonte. Por Lora, ditë pas dite, duke se bëhej gjithnjë më e ftohtë dhe më kritike. Një mëngjes, kur Zyhra po përgatiste byrekun e mëngjesit, Lora hyri në kuzhinë dhe i tha: "Zyhra, pse gjithmonë pjekni kaq shumë petë? Nuk e kuptoj këtë zakoni. Në qytet, ne i bëjmë më të holla." Zyhra i buzëqeshi lehtë, pa u nxehur. "Bia ime, ky është zakoni ynë, por nëse do të duash, nesër mund të tregoj dhe mënyrën tuaj." Lora bëri një grimace. "Nuk dua të mësoj diçka që s'ka rëndësi. Nuk mund të kuptoj si mund të gatuani kaq shumë për kaq pak njerëz." Në shtëpi u ngrit një tension i lehtë. Një nga gratë e fshatit, Afërdita, i tha Zyhrës pas syrit: "Zyhra, nuk e di sa do të durojmë këtë vajzë. Është e bukur, po edhe e ftohtë si bora." "Do të shohim, Afërdita," u përgjigj Zyhra me zë të qetë. "Në fund të fundit, është nusja e Erlisit, djalit tim. Unë nuk mund të reagoj çdo herë që thot diçka që më lëndon." Erlisi, nga ana tjetër, ndjehej gjithnjë e më i ngatëruar. Ai nuk mund të kuptonte pse Lora e tregonte gjithmonë përbuzjen e saj. Kur ndodhej pranë saj, ajo buzëqeshte, por çdo buzëqeshje kishte një nuancë përbuzjeje. Një ditë gjatë drekës, Lora e pyeti Erlisin: "Pse s'përgatitet pula siç e gatuajnë në qytet? Më duket e papastër." Erlisi ngeli i habitur: "Bia ime, kjo është mënyra që gjithmonë e kemi bërë. Pula është po aq e shijshme. Mos u shqetëso." Po shijshme për fshatarët, jo për ne," tha Lora me një buzëqeshje që nuk fshehte talljen. Zyhra, e cila dëgjoi gjithçka nga dritarja, nuk foli, por brenda saj lindi një ndjenjë të ftohtë që nuk e kishte ndjer kurrë. Një ndjenjë që i thoshte se kjo nuse nuk do të mësojë kurrë me respekt dhe dashuri për familjen që po e priste. Ditët kalonin dhe tensioni rritej. Lora shpesh largohej nga oborri për të bërë shëtitje në kodrat pranë shtëpisë. Atje ndjehej më e lirë, larg shtëpisë dhe zakonit, por edhe në ato shëtitje, ajo nuk ndalej së menduari për përbuzjen që ndjente ndaj nënës së burrit. Një mëngjes, Erlisi vendosi të fliste seriozisht me të. "Lora, duhet të kuptosh një gjë. Zyhra ka sakrifikuar shumë për mua. Nuk është një grua që do të ofendohet pa arsye. Trego respekt për hir të dashurisë sonë." Lora e shikoi me një përbuzje të lehtë. "Respekt? Nuk e kuptoj pse duhet të mësohem me një grua që nuk ka parë kurrë qytet. Unë nuk jam nga këtu. Nuk dua të bëhem një nga ata që heshtin dhe pranojnë gjithçka." Erlisi mbeti i heshtur, i tronditur. Ai nuk kishte imagjinuar që nuset e tij do të silleshin kështu. Ai kishte ëndërruar një nuse të dashur, të kuptueshme dhe të sjellshme. Por kjo nuk ishte ajo që kishte para tij. Zyhra, nga ana tjetër, vazhdonte të ruante qetësinë, por brenda saj, një plan i vogël po formohej. Një mënyrë për të treguar Lorës se respekti dhe mirënjohja nuk janë të imponueshme, por duhet fituar me veprime, jo me fjalë. Një ditë, gjatë darkës, Zyhra i tha Erlisit në heshtje: "Djali im, nesër do të shohësh se çfarë do të ndodhë kur njeriu nuk e respekton atë që e ka rritur."
Erlisi u shqetësua, por nuk pyeti më tej. Ai e dinte se nëna e tij kishte një mënyrë të veçantë për të mësuar njerëzit, pa përdorur asnjë fjalë të fortë. Ditët kalonin, dhe tensioni në shtëpinë e Zyhrës po bëhej gjithnjë më i dukshëm. Lora nuk nguroi të tregonte përbuzjen e saj ndaj zakoneve dhe mënyrës së jetesës së fshatit. Çdo mëngjes, gjatë drekës apo darkës, ajo gjeti mënyra për të ironizuar gatimet, oborin, madje edhe gjestin e thjeshtë të Zyhrës që vinte ujë për të. Një mëngjes, ndërsa Zyhra po shtronte tryezën, Lora u kthye nga dritarja e dhomës së saj dhe tha me një ton të ftohtë: "Pse gjithmonë përdorni këto enjë të vjetra? Në qytet nuk përdoret kjo." Zyhra, që kishte dëgjuar gjithçka, nuk u kthye menjëherë. Për disa sekonda, heshtja mbushi kuzhinën. Pastaj, me zë të qetë, por të prerë: "Bija ime, nuk ka rëndësi enët, rëndësi ka përmbajtja brenda tyre. Mëso të vlerësosh atë që ke para syve." Lora bëri një grimace dhe ju përgjigj me një buzëqeshje që nuk fshehte përbuzjen. Po përmbajtja, por mënyra është gjithashtu e rëndësishme. Në atë çast, Zyhra ndjeu një trazim të vogël në zemër. Nuk ishte hera e parë që Lora e ofendonte, por për herë të parë ndjeu se duhet të vepronte në mënyrë më të drejtpërdrejtë. Pas drekës, Zyhra vendosi të fliste me Erlisin në heshtje. Ai qëndroi pranë saj në obor dhe ajo i tha: "Djali im, Lora nuk e kupton ende se çfarë do të thotë respekt. Unë mund të jem e durueshme për ditën e parë, për javën e parë, por nuk mund të lejoj që kjo të bëhet zakon." Erlisi, i shqetësuar, e pyeti: "Çfarë mendon të bësh, nën?" "Do ta mësoj pa e sulmuar, por duke i treguar se veprimet kanë rëndësi më shumë se fjalët," tha Zyhra me një buzëqeshje të fshehtë. Në darkën e atë nate, Lora u ul pranë tryezës, por nuk e pranoi ushimin që Zyhra kishte përgatitur. Me një ton që nuk linte vend për diskutim, ajo tha: "Ky ushim është shumë i thjeshtë për mua. Nuk mund të haj një gjë të tillë çdo ditë." Një heshtje e rëndë mbushte dhomën. Të gjithë krushit ndalonin së ngrëni dhe shikonin nga Zyhra. Ajo u ngrit ngadalë, me fytyrë të qetë dhe sytë plot durim. Shkoi pranë Lorës, vendosi duart mbi tryezë dhe tha me një zë të butë, por autoritar: "Bija ime, kjo shtëpi dhe kjo tryezë janë bërë për të ushqyer zemrat dhe trupat tanë, jo për të llogaritur luksin. Nëse nuk mund ta pranosh këtë, atëherë duhet të mësosh të respektoni atë që të rrethon." Lora e shikoi me neveri, por pa fjalë. Nuk ishte mësuar të ndjeje ndonjë lloj përgjegjësie ndaj askujt që nuk i bënte kompromise. Pas kësaj, një ngjarje tjetër tensionoi situatën. Lora vendosi të shkonte në kopsht, pa paralajmëruar askënd. Aty, ndërsa shkelte mbi tokën e zbutur, bëri një shaka për tokën dhe bimët. Kjo tokë duket sikur s'ka para as ujë për muaj e tmerrshme. Një grua nga fshati, Veselina, dëgjoi dhe tha me zë të ulët: "Çfarë i thuhet kësaj vajze? S'di që shpuna me respektin." Por Zyhra e ndaloi me një shenjë të dorës. Ajo nuk donte skena. Ajo do të përdorte strategjinë e saj. Të mësonte Lorën, pa humbur qetësinë, pa thënë një fjalë të ashpër që do të kishte pasoja. Në mbrëmje, Erlisi foli sërish me të: "Bija ime, kjo nuk është mënyra e duhur. Ndoshta nuk e kupton tani, por një ditë do të kuptosh. Nëse do të jemi bashkë, duhet të mësohesh me këtë familje." Lora, e lodhur dhe irrituar, ju përgjigj: "E di, Erlis, por nuk mund të ndryshoj natyrën time. Nuk mund të bëhem ajo që nuk jam." Zyhra, duke dëgjuar fjalët e tij nga dhoma tjetër, shërtiu. Ajo e dinte që betejë e vërtet sapo kishte filluar, por gjithmonë besonte se me durim dhe veprime të mençura, çdo sjellje mund të ndryshohej. Ditët pas konfrontimit të parë ishin të mbushura me një heshtje të rëndë në shtëpinë e Zyhrës. Lora vazhdonte të tregonte përbuzjen e saj ndaj zakoneve të fshatit dhe çdo gjest i thjesht i vjerrës duke i papranueshëm për të. Por Zyhra nuk e humbi qetësinë. Ajo e dinte se betejë nuk fitohet me fjalë të forta, por me durim dhe strategji të mençur. Një mëngjes, ndërsa Lora flinte më gjatë, Zyhra u ngrit herët dhe nisi përgatitjet e zakonshme. Por këtë herë, ajo vendosi që disa detaje të vogla të ndryshonin mënyrën se si nusja do të përjetonte ditën. Kur Lora zgjoi nga gjumi, nuk gjeti çarçafët e saj të rregulluar si zakonisht. Në vend të tyre, Zyhra kishte përgatitur shtratin me mbulesa të thjeshta, me ngjyrë të zbetë dhe një aromë të freskët barishte të mbledhur nga kopshti. Lora ngriti vetullat dhe tha me një ton të mërzitur: "Çfarë është kjo? Nuk është dhoma ime." Zyhra, pa u nxehur, ju përgjigj: "Ky është fillimi i ditës. Mund të mësohesh të vlerësosh thjeshtësinë. Gjithçka ka bukurinë e vet, edhe ajo që duket e vogël." Lora bëri një grimace dhe doli nga dhoma, duke u kthyer tek tryeza ku Zyhra kishte përgatitur mëngjesin. Ajo kishte mbajtur gjithçka të thjeshtë: bukë shtëpie,
djath, vezë dhe çaj me barishte të freskëta. Lora, duke parë gjithçka, tha me një buzëqeshje të ftohtë. Ky mëngjes duket si dikujt që nuk ka parë kur qytet. Nuk mund ta haj këtë çdo ditë. Zyhra nuk ju përgjigj. Vetëm e shikoi me sytë e saj të butë, të mbushur me durim. Ajo e dinte që fjalët e saj do të ishin të kota, por veprimet do të flisnin më shumë se çdo fjalë. Pas mëngjesit, Zyhra e udhëzoi Lorën të shkonte të mblidhte vezët nga pula dhe të ndihmonte në përgatitjen e darkës. Lora, e pakënaqur, nisi punën me ngurim. Ajo bëri çdo gjë me tërheqje, duke treguar qartë se nuk i pëlqente dhe duke u ankuar me zë të ulët. Pse duhet të bëj gjithçka vetë? Në qytet kemi shërbëtorë që bëjnë punët për ne, tha ajo duke rrotulluar syt. Zyhra, që ishte afër, e dëgjoi çdo fjalë, por nuk u nxe. Ajo vetëm i tregoi mënyrën se si të mblidheshin vezët dhe si të pastronin pulat. Çdo gjest i saj ishte i thjeshtë, por i qartë, durim dhe këshilla e mençur. Kur dita kaloi, Lora filloi të ndjehej e lodhur. Nuk e kuptonte se çdo gjest i saj duhej të kishte një mësim pas tij. Kur u ul pranë Erlisit, i tha: "Erlis, nuk mund ta bëj këtë. Nuk është për mua." Erlisi u ul pranë saj dhe me zë të qetë tha: "Bija ime, kjo nuk është për të shfaqur luks. Ky është një mënyrë jetese që kam mbijetuar për breza. Mësimi që merr nga kjo është se respekti dhe durimi janë të rëndësishme." Por Lora nuk e kuptonte. Ajo ishte e frustruar dhe zemërimi i saj rritej çdo ditë. Dhe ndërsa Lora mendonte se po e përbuste vjerën, Zyhra filloi të shihte një strategji më të gjerë. Ajo e dinte që Lora nuk do të ndryshonte pa një provokim të vogël, pa një mësim që ta bënte të kuptonte se nuk mund të veprojë sipas dëshirës së saj pa marrë parasysh të tjerët. Një pasdite, Zyhra e ftoi Lorën të ndihmonte në pastrimin e oborrit. Lora fillimisht refuzoi, por me një zë të butë dhe autoritar, Zyhra i tha: "Bija ime, vetëm një gjë. Do të shohësh sa kënaqësi ka të punosh me duart e tua dhe të shohësh frytet e punës." Lora, e pa rrugdalje, pranoi. Ndërsa punonin së bashku, Zyhra filloi të tregonte historitë e pulave, të kopshtit dhe të shtëpisë. Ajo tregonte me dashuri dhe durim, duke i dhënë Lorës një perspektivë që nuk e kishte menduar kurrë. Kur mbaruan punën, Lora ishte e lodhur, por pa e kuptuar filloi të ndjente një respekt të vogël për atë grua që kishte punuar gjithë jetën pa u ankuar. Nuk ishte një dashuri ende, por ishte hapi i parë. Ditët pas përvojës në obor filluan të sillnin ndryshime të vogla, të padukshme për sy të huaj, por të ndjeshme për Lorën. Ajo nuk e kuptonte ende plotësisht, por çdo gjest i Zyhrës, çdo fjalë thjesht dhe çdo këshill e butë filloi të lëndonte dhe njëkohësisht të mësonte diçka të re për respektin dhe përgjegjësinë. Një mëngjes, Lora zgjoi herët dhe pa që Zyhra ishte duke përgatitur mëngjesin. Pa thënë asnjë fjalë, nusja u ul pranë saj dhe nisi t'i ndihmoj. Në fillim, veprimet e saj ishin të ngurta, me sytë shpesh të drejtuar larg dhe me një buzëqeshje të lodhur. Por ndërkohë që përgatisnin vezët dhe bukën, Zyhra filloi të tregonte historinë e një ditë të ftohtë dimri, kur kishte rritur Erlisin vetëm, pa ndihmën e askujt, duke punuar nga mëngjesi në darkë. "Djali im nuk kishte asgjë, Lora. Nuk kishte lodra, nuk kishte asgjë të rehatshme, por kishte zemër dhe guxim. Dhe unë gjithmonë e kam mbajtur të fortë", tha Zyhra, duke shikuar në sy Lorën. Lora heshti. Nuk kishte kuptuar kurrë se pas çdo ushqimi të përgatitur, pas çdo shtrati të rregulluar, fshihej një histori sakrifice. Filloi të ndjente një respekt të vogël, të cilin nuk e kishte menduar kurrë. Ditët kaluan dhe tensioni u zbut ngadalë. Lora filloi të ndihmonte në kuzhinë, pa u ankuar gjithmonë, dhe filloi të dëgjonte historitë e Zyhrës. Një pasdite, ndërsa pastronin dhomën e fëmijëve që do të mbeteshin një ditë si dhoma e tyre, Lora pyeti me zë të ulët: "Nën Zyhra, si e bëni gjithçka kaq lehtë? Nuk lodheni." Zyhra buzëqeshi. Kur diçka bëhet me dashuri dhe durim, nuk e ndjen lodhjen. Çdo gjest ka një kuptim, çdo sakrificë ka një vlerë. Këto fjalë e goditën Loran. Nuk ishte më vetëm zemërimi dhe përbuzja. Filloi të ndjente se kishte gabuar në mënyrën se si ishte sjell. Nuk ishte e thjeshtë për të pranuar këtë, por një ndjesje e re, respekti, po linte brenda saj. Një mbrëmje, Erlisi e pa duke qëndruar pranë dritares, duke shikuar malin dhe detin larg. Ai u afrua dhe i tha: "Bija ime, po mendon?" Lora e ktheu kokën dhe tha me zë të butë: Po mendoj për gjithçka që më ke treguar, për nënën tënde." Nuk e dija se kishte kaq shumë histori pas çdo gjesti. Erlisi e mori për dorë dhe tha: "Çdo gjest i saj, çdo sakrificë, çdo fjalë që thot, është për ne. Duhet të kuptosh se respekti nuk është vetëm një fjalë, por një mënyrë jetese." Nga ajo ditë,
Lora filloi të tregonte një ndryshim të vogël, por të rëndësishëm. Ajo filloi të ndihmonte pa u ankuar gjithmonë. Filloi të dëgjonte dhe mësoi se disa gjëra nuk mund të blihen me luks, por fitohen me dashuri dhe respekt. Zyhra, duke e parë këtë ndryshim, buzëqeshi brenda vetes. Nuk kishte nevojë për fjalë të forta. Durimi dhe veprimet e saj kishin filluar të japin fryte. Ajo e dinte që transformimi vërtet ishte në fillim, por rruga kishte nisur. Një ditë, ndërsa Lora po ndihmonte në kuzhinë, ajo tha: "Nën Zyhra, faleminderit që më ke duruar dhe më ke mësuar gjithçka. Nuk e kuptoja më parë, por tani po kuptoj." Zyhra e shikoi me sy të mbushur me emocion. "Bija ime, çdo gjë ka kohën e vet. Sot ke bërë hapat e parë. Tani duhet të vazhdosh me zemër." Ditët e ftohta dhe tensioni i fillimit kishin kaluar. Lora nuk ishte më e njëjta. Ajo kishte filluar të kuptonte se çdo gjest i Zyhrës, çdo sakrificë dhe durim nuk ishte thjesht një detyrë, por një mësim i jetës. Gradualisht, respekti filloi të shndërrohej në mirënjohje dhe më pas, pa e kuptuar, edhe në dashuri. Një mëngjes, ndërsa obori ishte i mbushur me aromën e barishteve dhe zogj këndonin në pemët e vjetra, Lora u ul pranë Zyhrës në verandë. Ajo mbajti një filxhan çaji dhe tha me zë të butë: "Nën Zyhra, nuk e di si ta shpreh, por më fal për mënyrën se si u solla në fillim. Nuk e kuptoja vërtet se sa e madhe është sakrifica juaj." Zyhra e shikoi dhe buzëqeshi me atë ngrohtësi që kishte gjithmonë. "Bija ime, nuk ka nevojë për fjalë të shumta. Ajo që ka rëndësi është se ti po kupton tani. Dashuria dhe respekti nuk janë vetëm fjalë, janë veprime dhe zemër. Dhe ti po fillon të kuptosh këtë." Lora u prek nga fjalët dhe për herë të parë, me një zë të ngrohtë dhe të sinqertë, i tha: "Dua të jem një nuse e mirë jo vetëm për Elisin, por edhe për ju. Dua që kjo shtëpi të jetë shtëpia ime, siç është e juaja." Zyhra u afrua dhe vendosi duart mbi ato të Lorës. "Bija ime, kur të kuptosh rëndësinë e respektit dhe dashurisë së sinqertë, çdo gjë bëhet më e lehtë. Tani e dim të dyja se si duhet të ecim së bashku." Ditët që pasuan ishin të mbushura me momente të vogla, por të rëndësishme. Lora filloi të ndihmonte Zyhrën në kuzhinë pa u ankuar, të shikonte me vëmendje dhe të mësonte zakonet e fshatit, por këtë herë me një zemër të hapur. Ajo filloi të pëlqente jo vetëm ushimet, por edhe historitë, përvojat dhe kujdesin e Zyhrës. Një ditë, ndërsa bashkëpunonin në përgatitjen e një feste për fqinjet, Lora tha: "E kuptoj tani pse gjithçka këtu është e veçantë. Nuk është vetëm shtëpi, është dashuri dhe kujdes që ndjehet në çdo gjë." Zyhra e shikoi dhe buzëqeshi me krenari. "Kjo është ajo që kam dashur gjithmonë të shoh. Ti po bëhesh pjesë e familjes, me zemër dhe jo vetëm me titullin e nusërisë." Elisi, që i shikonte dy gratë më afër se kur më parë, ndihej i lumtur dhe i lehtësuar. Ai e dinte që tani shtëpia e tyre nuk ishte më ndarë nga tensioni dhe konflikti, por një vend ku respekti dhe dashuria bashkëtojnë. Në darkën e mbrëmjes, Lora u ul pranë Zyhrës dhe tha: "Nën Zyhra, më lejoni të jem një mësuese e vogël e durimit dhe respektit tuaj. Dua të mësoj gjithmonë nga ju." Zyhra e përqafoi dhe tha: "Bija ime, tashmë ti je më shumë se një nuse. Ti je pjesë e familjes dhe pjesë e zemrës sime. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi." Kështu, me respektin dhe dashurinë e ndërtuar për ditë pas përditës, marrëdhënia e Lorës dhe Zyhrës u konsolidua. Çdo tension dhe fjalë ofenduar e dikushme u shndërrua në një kujtim që shërbente si mësim dhe lidhje e fortë midis nuses dhe vjerës. Në fund, shtëpia e Zyhrës nuk ishte më vendi i betejave dhe ofendimeve, por një vend ku respekti, durimi dhe dashuria kishin fituar mbi gjithçka tjetër. Lora dhe Zyhra ishin bërë jo vetëm nuse dhe vjerë, por dy gra që e kuptonin rëndësinë e bashkëtesës, falënderimit dhe respektit reciprok.